pikësher. Kurse njerëzit e piramida të kryeministria asgjë. U përplasën me policinë, se policia është në trotuar, u përplasën me ato shkopat e... Pastaj policia iku, edhe këtë se mora vesh në njërë. Ikin e policisë? Policia iku, u fut brënda. Gardit, kishte garda të herë kryeministria. Do të thëmë gati si kur i ndolli, si të është, protestusit dhe protestusit hypën mbi mur. Por nuk kërcyen, fillon bile muhabetin me policët që ishin nga mrapa. Duke që aty përfundon të ajo protest. Dhe pastaj, erdi koha për tikur dhe për iknin. Atere u kujtuan që shikoj, skenarë që kishin menduar që në një situatë emergjente do të qëllonim i njerëzit, nuk po, dhe më dha urdhri. Është një skenarë që, thash, unë kam bindjen, edhe me një po më thësti, po e them, natyrisht si mund që kam provat, e mëse tash. Për shembull, edhe zoti Ilir Meta kërkoi të jepte dëshmi dhe shkojnë spak dha dëshmi për 21 janarin. Gaboj shumë. Gaboj? Ilir Meta ka hallët dhe tija dhe nuk ka pse merret me këtë punë. Jam i sigur që Ilir Meta nuk e ka ditur që do ndodhte kjo punë. S'ka pasur asnjë funksion pavarësisht protestës. Kështu që ai merr përsipër të bëhet tani prap objekt diskutimesh, më the tash ja tha apo se pranuan, më the tash. Për mua ka gabuar që kërkoj që le të shikoj hallët e vetë. Edi Rama duhet të jap dëshminë e tij për atë çfarë ka ndodhur atë ditë për shembull? Ka qenë lideri i opozicës. Shiko, ajo që ka ndodhur atje nga pikpamja e Edi Ramës është shumë e qartë. E di Edi Ramës se si është organizuar ajo protest, si janë ndarë detyrat, si këtë mund të thotë. Aq sa i takon. Unë e di se kam qenë dëshmitar që protesta asnjëherë nuk bëri diçka që vërtet mund pastaj të kishte një kundërveprim të egër të forcave që mbronin kryeministin. Nuk i shtyu le të themi protestuesit. Absolutisht. Diçka bën ata djemt që ishin aty te piramida, po ne po flasim tani për aty ku ndodhen vrasjet. Te piramida u dogjën ja dy vetura që ishin parkuar. Nga të rit ata u treguan më të kishte kohë që protestat e PS-s ishin shumë të qeta, shumë nuk ishin protesta që linin për shtypje, domethënë. Dhe u tha që kjo do jetë e tillë. Prandaj dhe unë them që Berisha e priste që t'ishte më e egë, më e ashpër dhe bëri këtë. Përgatiti këtë skenar që ai do demonstronte që ai është njeriu që e bën zap këtë vend, këtë popull, qoftë dhe se duhen vrarë, sa njerëz. Zoti Klosi, për shembull, serveri i kryeministrisë është fshirë. Thuhet se është rekuperuar gjysma, por disa thonë që jo. Sado që të kenë ndodhur, kjo është provë. Kjo është provë. Që duhet gjetur kush është e prishi serverin. Po, janë dënuar një ditë teknik, nuk e di që janë. Të gjitha u bën në kohën kur drejtësia ishte në komandën e Berishës. U dënuan edhe komandanti gardës e ku diun një tjetër oficer që kanë shtënë, edhe ata me vrasje nga pakujdesia, më thetar. Ai e mbylli kështu problemi, se atëre kishte drejtësinë në hyjpjen e vet. I emëronte ai prokurorët, gjykatësit, edhe me ata që kishte shemruar vet, prap u përplas se ata u përpoqën të bëjnë një që prokurorja për gjysmën atë, u përpoqën të fillojë një hetim se ishin vrarë njerëz. Po roli i shërbimit informativ në atë kohë. Ka pasur një rol që mund të ketë informacione gjatë ditës që ndodhen. E hapët fare shërbimi informativ. Shërbimi informativ di, si di dhe policia, mbase e merr informacionin nga policia, jo nga njerëzit e vetë, se ishte legale kur bëhet një protest, partia që bën protest, këtu që ne i bëjmë partit, fatkeqësisht, protestat nuk i bëjnë partit kanë parlamentin në vendin ku protestohen. Ndodhe kundërta, në parlament zihen dhe bëhet thirrje publike, siç po bën Berisha për 24 janarin. Bëhet publike, pra dihet që do jetë një protest. Dhe ai që bën thotë kë protest jetë sa më e madhe, sa më kështu, sa më ashtu. Këtu mbaron roli i tij që organizon. Se më dolet e protesta. Protestuesët kishin vetëm pankarta, për këtë jam dëshmitar. Ndërkohë që shpejt e shpejt u mbut kryeministri, tha kishin armë, kishin çadra, kështu pistoletra, pralla. Kishin pankarta. Dhe me to u përplasën, me hujt e tyre u përplasën. Isha atje më, thotë, kam parë me sytë e mi. Dhe më habiti vërtet, pse iku policia? Nga trotuari, e boshatisi e la trotuari, njerëzit hypën në mbi mur, bile, edhe nuk shkuan më tutje, se mbrapa ishte policia. Fillon muhabetin me policët.
Edhe për këtë jam dëshmimtar. Protesta dukesh që përfundoi aty. Maksimumi ishte kjo, kur njerëzit hypën mbi mur, ishte